Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një histori të veçantë dhe frymëzuese. Historinë e një vajze të thjeshtë nga një fshat i vogël, që ndëronte me sy hapur dhe arriti të bëhej milionere. Por ajo nuk harroi kurrë rënjët e saj dhe përdori pasurinë dhe suksesin për të ndihmuar familjen dhe komunitetin e saj. Një rrugtim i mbushur me sfida, kurajo dhe vendosmëri, që tregon se me punë, durim dhe zemër të madhe, asgjë nuk është e pamundur. Në këtë histori do të mësoni si një ëndër e vogël mund të shndërrohet në një sukses të madh, dhe si një zemër e vendosur mund të ndryshojë jo vetëm jetën e saj, por edhe të gjithë ata që e rrethojnë. Fshati dhe ëndra e vajzës. Në një fshat të vogël, i fshehur midis kodrave të gjelbërta dhe lumenjve që rrinin ngadalë, jetonte një familje modeste. Shtëpia e tyre ishte e thjeshtë, mure guri, dritare të vogla me perde të vjetra dhe një obor ku luanin zogjtë e fshatit. Vajza e tyre, Elira, kishte vetëm 10 vjet, por syrit të saj nuk i shpëtonte asgjë. Ajo shihte botën me kuriozitet dhe ndëronte gjëra që për të tjerët dukeshin të pamundura. Babai i saj, Arbeni, punonte tokën e vogël të familjes, duke mbjell perime dhe frutore. Ndonjëherë, kur toka nuk ishte pjellore, ai shqetësohej për të nesërmen, duke i hedhur shikimin qiellit dhe duke menduar si t'ia dilte mban. Nëna, Luljeta, ishte një grua e butë dhe e mençur, që kujdesej për oborin, kafshët dhe fëmijët. Familja nuk kishte pasuri, por kishte dashuri të pakushtëzuar. Elira shpesh ulej pranë lumit, duke shikuar rrethinat dhe duke imagjinuar se një ditë do të bëhej diçka e madhe. Ajo krijonte lojëra, gjëra të vogla artizanale, dhe ndonjëherë vizatonte vizatime që tregonin qytete të largëta, makina të mëdha dhe shtëpi me obore të bukura. Kur shoqet e saj luanin me lodra të zakonshme, Elira përdorte kreativitetin e saj për të bërë lojëra të reja, të cilat shpesh i shiste për 1 lek ose 2 në fshat. Megjithse familja e saj nuk kishte mundësi të shpenzonte shumë, prindërit i mbanin ëndrat e saj gjallë. Elira, ndjek ëndrat e tua, por mos haro rënjët, i thoshte shpesh babai, duke e përqafuar fort, dhe ajo nuk i haronte kurrë. Rruga drejt mundësive. Kur Elira mbushi 15 vjeç, interneti u bë një dritare e re për të. Ajo filloi të lexonte çdo informacion që mundi të gjente. Mësimet për biznesin, marketingun dhe teknologjinë i fascinonin. Nuk kishte një kompjuter të avancuar, por me ndihmën e bibliotekës së fshatit dhe një telefoni të vjetër, ajo filloi të krijojë ide për të shitur produkte online. Vitet kaluan dhe Elira filloi të prodhonte bizhuteri dhe suvenire artizanale me dorën e saj. Ajo përdorte materiale që gjente në fshat: dru, guacka, lule të thata dhe ruaza. Shokët dhe fqinjët mbeteshin të mahnitur nga kreativiteti i saj. Ajo nisi të postonte fotot e punimeve në rrjete sociale, dhe menjëherë njerëzit jashtë fshatit filluan t'i porositnin. Suksesi nuk erdhi pas sfida. Shumë herë njerëzit nuk e merrnin seriozisht një vajzë të re nga një fshat i largët. Disa porosi nuk mbërrinin, disa klient ankoheshin, por Elira nuk u dorëzua. Ajo mësoi të menaxhonte biznesin, të komunikonte me klientët dhe të përmirësonte produktet e saj. Pas 2 vitesh, ajo kishte krijuar një markë të vogël që filloi të tërhiqte investitorë të rinj dhe klient nga qytete të largëta. Një moment i rëndësishëm ishte kur ajo mori një porosi të madhe nga një dyqan luksoz në kryeqytet. Për Elirën, kjo ishte më shumë se një sukses financiar. Ishte dëshmi që ëndrat e saj mund të bëheshin realitet. Ajo filloi të shpërndante punën edhe tek vajzat e tjera të fshatit, duke i mësuar të krijojnë dhe të shesin produkte. Milionerja që nuk e harroi familjen. Në një moshë të re, Elira u bë milionere. Kompania e saj online u rrit duke përfshirë produkte të ndryshme, bashkëpunime me artistë dhe shitje ndërkombëtare. Por asnjë shifër nuk mund të matë mirësinë e saj. Ajo nuk e harroi kurrë se nga vinte. Familja e saj, që gjithmonë kishte sakrifikuar, përjetoi një ndryshim të madh. Ajo rindërtoi shtëpinë e vjetër të fshatit në një vilë të bukur me kopsht dhe obor për fëmijët e fqinjëve. Siguroi që motrat dhe vëllezërit e saj të kishin arsim cilësor dhe mundësi që ajo vetë nuk i kishte pasur. Gjithashtu, krijoi një fond për fëmijë të tjerë të varfër të fshatit, për të dhënë bursa dhe për të ndihmuar komunitetin të zhvillohej. Por suksesin më të madh Elira e ndjente çdo herë kur shihte buzëqeshjen e prindërve të saj dhe gëzimin e fshatarëve që përfitonin nga puna e saj. Ajo kishte realizuar ëndrrën, jo vetëm për veten, por edhe për ata që e kishin mbështetur gjithmonë. Historia e saj u bë një shembull i fuqisë së vendosmërisë, kreativitetit dhe dashurisë për familjen dhe komunitetin. Sfidat dhe vendosmëria.
Pavarësisht suksesit të madh, rruga e Elirës nuk ishte e lehtë. Duke qenë një vajzë e re nga fshati, ajo shpesh përballej me paragjykime dhe dyshime. Investitorët dhe partnerët e biznesit shpesh nuk e merrnin seriozisht, duke supozuar se një vajzë e re nuk mund të menaxhonte një kompani ndërkombëtare. Një nga sfidat më të mëdha erdhi kur një biznes i madh i ofroi një marrëveshje që dukej tepër joshëse, por e rrezikshme. Shumë njerëz i thanë Elirës se duhej ta pranonte, pasi do të bëhej shumë e pasur në pak kohë. Por ajo e dinte që kjo marrëveshje do të bënte që kompania e saj të humbiste identitetin dhe vlerat që kishte ndërtuar me aq mund. Elira mori një vendim të vështirë. Refuzoi ofertën. Për disa muaj, biznesi u ngadalsua dhe ajo u përball me tension të madh financiar. Por përkushtimi i saj ndaj vizionit dhe etikës së punës i dha forcë. Ajo filloi të diversifikojë produktet dhe të bashkëpunonte me artizanë të tjerë nga zona të ndryshme, duke krijuar koleksione unike që tërhiqnin klientë të rinj në mbar vendin dhe jashtë. Gjatë kësaj kohe, ajo gjithashtu mësoi rëndësinë e menaxhimit të kohës dhe balancës mes punës dhe familjes. Babai i saj kujtonte shpesh: "Elira, çdo fitore vjen me sfidën e vet, por asgjë nuk është më e rëndësishme se të mbash zemrën tënde të pastër." Këto fjalë e bënin të qëndronte e fortë dhe të mos dorëzohej asnjëherë. Frymëzim dhe rikthimi në fshat. Me kalimin e viteve, kompania e Elirës u rrit deri në nivele ndërkombëtare, por ajo nuk u largua nga fshati. Ajo investoi në ndërtimin e shkollave, qendrave të shëndetit dhe biblioteka për të rinjt. Çdo projekt që nisi kishte për qëllim të ndihmonte komunitetin dhe të frymëzonte vajzat dhe djemtë e fshatit të ëndërronin më larg. Një nga momentet më emocionuese ishte organizimi i një festivali të artizanatit, ku të gjithë fëmijët e fshatit shfaqnin punimet e tyre. Elira qëndronte e buzëqeshur, duke kujtuar kohët kur edhe ajo kishte filluar me idetë e saj të vogla në oborin e shtëpisë. Familja e saj jetonte më mirë se kur më parë, por gëzimi i vërtet vinte nga fakti se ëndrat e saj kishin ndihmuar edhe të tjerët. Një ditë, ndërsa shikonte fshatin nga një kodër pranë lumit, Elira ndjeu se çdo sakrificë, çdo sfidë dhe çdo vonesë kishte pasur kuptim. Ajo nuk ishte vetëm një biznesmene e suksesshme, ishte simboli i vendosmërisë, dashurisë për familjen dhe ndihmës për komunitetin. Elira e dinte që rënjet e saj në atë fshat të vogël ishin qelësi i suksesit të saj, dhe ndërsa dielli perëndonte mbi kodrat e gjelbra, ajo qeshte duke menduar se historia e saj do të frymëzonte brezat që vinin, për të ndjekur ëndrat e tyre dhe për të mos harruar kurrë nga vi. Në këtë pikë, historia mund të përfundojë me një fund emocional dhe frymëzues, duke theksuar mesazhin: pavarësisht sfidave, vendosmëria dhe dashuria për familjen mund të sjellin sukses dhe ndryshim për komunitetin. Kulmi dhe fundi emocionues. Pas shumë viteve sfidash dhe përpjekjesh të palodhur, Elira vendosi të organizonte një ngjarje madhështore për të festuar jo vetëm suksesin e saj, por edhe për të nderuar fshatin që e kishte rritur. Ajo e quajti këtë festival Ëndrat e fshatit. Fëmijë, të rinj dhe të moshuar, të gjithë u mblodhen në sheshin qendror të fshatit. Ngjyra, muzika dhe aromat e ushqimeve tradicionale mbushnin ajrin, dhe një ndjenjë gëzimi dhe krenarie mbulonte çdo fytyrë. Elira qëndronte në skenë, duke kujtuar ditët kur shëtiste pranë lumit dhe imagjinonte se një ditë do të mund të bënte diçka të madhe. Ajo mblodhi fëmijët dhe tregoi historinë e saj. Si kishte filluar me një ide të vogël, si kishte kaluar sfida dhe paragjykime, dhe sikur nuk kishte harruar rënjet dhe familje. Mes lotëve dhe buzëqeshjeve, ajo u bë simboli i vendosmërisë dhe shpresës për të gjithë të pranishmit. Pjesa më e veçantë e festivalit ishte kur Elira shpërndau bursa për disa fëmijë të talentuar të fshatit, duke siguruar që ata të mund të ndjekin ëndrat e tyre. Një djalë i vogël e shikonte me admirim dhe tha: "Një ditë dua të bëhem si ti, Elira." Dhe ajo e përqafoi duke i thënë: "Çdo ëndër mund të realizohet, vetëm nëse nuk e harron asnjëherë rrugën tënde dhe punon me zemër." Në këtë moment, të gjithë e kuptuan se historia e saj nuk ishte vetëm për pasuri, ishte për dashurinë, për familjen dhe për komunitetin. Ishte një mesazh që nuk do të harrohej kurrë. Një zemër e vendosur mund të ndryshojë jo vetëm jetën e saj, por edhe jetën e të gjithë atyre që e rrethojnë. Kur dielli perëndonte dhe kodrat e gjelbra shndërroheshin në ngjyrë ari, Elira u ul pranë lumit ku gjithçka kishte filluar. Ajo ndjeu një paqe të thellë dhe kënaqësi. Fshati i saj nuk ishte më thjesht vendlindja. Ishte një vend ku ëndrat mund të bëhen realitet dhe ku secili mund të kontribuojë për të mirën e të gjithëve. Në atë mbrëmje, ndërsa zhurma e festës heshte dhe dritat e fundit shkëlqenin mbi shtëpitë e fshatit, Elira buzëqeshi. Ajo e dinte që rruga e saj nuk kishte fund,
Çdo ditë ishte një mundësi për të ndihmuar, për të krijuar dhe për të frymëzuar. Dhe kështu, vajza e vogël e fshatit, që kishte ndëruar me sy hapur pranë lumit, u bë një legjendë për brezat që do të vinin.